E pendimi është i kërkuar në këto raste sepse gjithë na kemi mangësi dhe gabojmë edhe dobësohemi e të kërkojmë falje çdo herë kur shtrohemi në shtrat para te Allahu xhelal dhe të vendohemi tek ai që nëse është kjo nata e fundit e jona që na e kemi se cili për juve ka mu taku me Allahun dhu xhelal dhe mes tij dhe Allahut nuk ka me pas ndërmjetësues. Për momenteve shumë emocionale se ti mos ki mundësi me bo avokatur për veten tënde. S'ki mundësi me shpreh justifikime, arsyetime, sqarime. Po çka ka mundësi me përshkruaj. Do thonë Allahu është para mu, para njeriut. Unë jam këto. A është kështu dita e gjykimit? Po, kjo është një prej stacioneve që fillojnë në momentin e ringjalljes para se me përfundu udhëtimi i njerëzve, i besimtarëve në xhenet, e i mëkatarëve dhe qafirëve në xhenem. Një prej stacioneve është ky stacion ku secili njeri, masi i shef veprat e tija çka ka bë, vjen bisedë individuale, personale me madhninë e tij Allahun dhul xhelal. Normalisht ai nuk e shef madhninë e tij formalisht sepse akoma është faza para xhenetit. Te vetëm xhenet besimtarët e shohin Allahun dhul xhelal. Është privilegj. Po, ajo është e veçantë. E këtu gjithë njerëzit domethënë. Edhe besimtarët dhe jo besimtarët e kanë këtë takim me Allahun e Madhërisëm, ata nuk e shohin personalisht Allahun, po e dinë se janë bisedë me Allahun e Madhërisëm. Edhe Allahu dhul xhelal fillon me i fol atij njeriu për të babat e tij. Edhe momenti që ti e din se flet me Allahun dhe gjithdijshëm, të cilit la yakhfa minhu khafiya, të cilit nuk i fshehet asgjë, edhe nuk ka mundësi me ik atij asgjë, ti mos ki guxim, as energji, as vullnet me fillu me bo lajka dhe me bo pasha babon, pasha nëjës, edhe njerëzit kur bëjnë fëmijët, kur bëjnë hile, bëjnë edhe beja të gabume, masen, veç me shpëtu për situatës, ti keme u turpnue, edhe kime hesht se keq që ke bon para ty ka me dalë si ekran televiziv. Dhe themi na si koment si sharim se nuk është qëllijet. Andaj Allah i madhëshëm e tregon el-jawma, të sot nakhtimu ala afwahim, i vullosim gojat e juaja. Dhe nëse tenton me u justifiku, mu arsjetu, me bo avokatur për vetën tone, Allah ta vullos goja. O të shhedu argjulluhum, edhe durët e tia, kamët e tia kanë me qenë dëshmitar të asaj që ka po. Edhe andaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mëson dhe na thot se çdo ditë dhe trupi, gjymtyrët e trupit, organet e trupit thënë gjuhës, kujdesu gjuhë. Se çka fol ti, s'është më rëndësi sa më rëndësi është çka bëjmë na. Se në momentin kur ti ke me desh me u arsyetu për atë që bëjmë na, a na urdhënon ti, na urdhënon zemra e njeriu, atëherë na s'kena mundësi mu arsyetu para Rabbul Alaminit se keq çka kemi bërë kena mi kallëzu. Andaj është për momenteve që avokatura nuk bën dobi, ku sesi njeri keq çka ka bën, ato publike dhe ato sekrete i dalin parasysh, edhe e vetë shkon të turpnu, të ul kokën, të nis me kajt, të nis mu arsyetu. Nuk ka ndim nga shokët. Mirë po, s'ka as pasuria, as fama, as pushteti, as miqësia, as prindi bile. No, lërgot. Do të një për momenteve që nuk ka krijes më të msheshme ndaj fëmijësve se nana për fëmijën e vet. Edhe nanat zakonisht janë gatshme me djeg veten, me sakrifiku veten për fëmijën e vet. Ama në këtë moment, Allah i madhëshëm të regon se këto nuk ka asi raporte. Fe idha gjaat i sakha dhe ku ndodh kiameti, jo me jefirru l'merru min akhi, a dit ik njeriu nga vllau i ti, wa ummihi wa abihi nga nana dhe baba i ti, wa sahibatihi wa bani nga gruaja dhe evladi i ti. Pse? Li kulli mri'in yawma idhin sha'nun yughni, sepse secili njeri ka aq punë veta, aq telashet veta, tash i mjaftojnë ato probleme që i ka, s'ka vakt mu marrë me tjetër kanë. Edhe prindi që kujdes për ty vazhdimisht, ku ti ke qenë i vogël, ku ti ke qenë i smur, ku ti ke qenë turit, ai sot len. Nuk ka mundësi me të ndihmu. Ai që ka po vepra të mira, pak pozitive. Sigurisht ai që ka vepra të mira, del para Allahut. Atër ka me u gëzu,
me të mira që ka bo dhe ka me falëndru dhe madhnu Allahun vazhdimisht ja ka mundsuar me bo mirë. Dhe ai moment ka me qenë gëzim i tij i madh. E përmen Allahu Xhelal ata njerëz të cilëve u vjen regjistri në dorën e djathtë, domethënë regjistri i veprave të mira, do të ata ditë gëzohen dhe kthehen tek familja e tyre të gëzuar dhe të kënaqur. Që është në gëzimi dhe kënaqësia më e madhe është ky moment, momenti kur të vjen regjistri i veprave të mira, kur vjen bisedë me Allahun edhe domethënë këtë e kaluam ato të pastër, edhe është momenti i gëzimit që normalisht pastaj vjen edhe faza tjetër e udhëtimit, është ura e siratit, edhe kalon atë me shpejtësi marramense si vetima dhe pastaj vendosesh në xhenet ku i shijon ato dhunti dhe begati që Allahu i ka përgatitur për robët e tij të devotshëm në atë formë që ti s'ke mujt as me paramendu as me fantazim. Na kur flasim për vdekjen, që është fundi i jetës son, është fundi i mundësisë me bë vepra të mira, po edhe me bë vepra të këqija, i themi njerëzimin përgjithësi ti vazhdimisht duhesh me u pendu se pendimi të ndihmon me i fshi gjunat e tuaja edhe me të met veprat e mira tuaja që i ke bërë, ku dash para Allahut me pas llogarit lehtë edhe me llogarit domethënë të suksesit. Pra atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon hadithin e tij se Allahu i madhëshëm e shtrin dorën e tij të pranimit të pendimit gjatë natës që të pendohen ata që kanë bërë mëkate gjatë ditës. Dhe shtrin Allahu i madhëshëm dorën e pranimit të pendimit gjatë ditës që të pendohen tek Allahu ata që kanë bërë mëkate gjatë natës. E tash kjo mundësi i vjen njeriu 2 herë në ditë. Një herë i vjen mbrëmje kur e ke përfundu angazhimin e ditës dhe një herë vjen sabah kur e ke përfundu angazhimin e natës. E ti nëse se shfryzon këtë rast, që te pa Allahu Xhelal 2 herë në ditë, u pendu tek Allahu për gabimet e mundshme, gabimet eventuale ose gabimet konkrete që ti i ke bërë. Atëherë si kemi shku te Allahu i Madhëshëm. Edhe andaj na i themi pse ndëlidhet kjo me vdekjen, sepse siç ka ardhur në hadithin tjetër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, idha amsayta, që është fjala e Omerit radhiyallahu anhu, ndëlidhet me hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, idha amsayta fala tantadhir as-sabah, kur të bish në akşam me flet mos e prit sabahun. O idha asbahta fala tantadhir al-masa, e kur shohësh sabah mos e prit akşamin. Dhe kjo është shumë e vërtetë. Sa njerëz i kanë rënë me flet, me shumë plane, me shumë ideja, me shumë qëllime, që kur qohen sabah kanë mirarizu. E pa sabah, ai te Zoti vetë ka shku. Sa njerëz janë qu sabah me plane dhe me qëllime. E s'ka mujt me mri akşamin, të ty e realizu asnjë për qëllimeve të veta. Subhanallah. E pendimi është i kërkuar këto raste sepse gjithë na kemi mangësi dhe gabojmë edhe dobësohemi e të kërkojmë falje çdo herë kur shtrohemi në shtrat para te Allahu Xhelal të pendohemi tek ai që nëse është këtë nata e fundit e jona që na e kemi Subhanallah. Shkojmë te Allahu të falur për mëkateve. E nëse na jetë Allahu të vazhdojmë me vepra të mira që mos kemi nevojë me kërku falje më tepër sa kemi nevojë me kërku pranimin e këtyre veprave që na i bëjmë. Dhe andaj është thirrje që na ja drejtojmë besimtarëve vazhdimisht vetes edhe të tjerëve që për gjithë mangësitë që kemi të kërkojmë falje te Allahu, të pendohemi tek ai e robit i tij derisa të vjen shpirti në fytyrën e tij. E tash kur të vjen shpirti në fytyrë me dal, atë pendimi nuk bën dobi. Për atë shkak na themi pendohu sa je gjallë, sa je shëndosh, sa je i pasur, sa je i pushtetshëm, që në momentin kur dish në shtratën e vdekjes të kujtohen veprat e mira që i ke bërë më shumë se sa mëkatet tuaja, e të marrësh myshë nga Allahu Xhelal se keni fund të mirë edhe kemi shkuar te mëshira Allahu që ka me të mëshiru ato që i ke bërë ti ka falë dhe je pendu për tyre inshallah taala.